Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shtoni duat sa më shumë tek Allahu subhanahu wa taala, sepse duat tuaja do të pranohen me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po mos harroni vëllezër të nderuar, përveç duave që i bëni për vetët tuaja, për familjet tuaja, bëni dua edhe për vëllezërit musliman kudo që janë nëpër botë. Bëni dua për vëllezërit tanë në Palestinë. Bëni dua për vëllezërit tanë në Siri dhe në çdo vend tjetër të muslimanëve ku muslimanët persekutohen. Vëllezër të nderuar, duaja është prej mjeteve apo ndër mjetet kryesore që e ndron kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj shtoni duat, sidomos për Palestinën, sidomos për ata fëmijë subhanallah që po persekutohen, që po mbyten, që po vriten. Por një gjë ne e dim me lejen e Allahut subhanahu wa taala që këta fëmijë janë shahida insha Allahu taala. Siria po kalon me një tranzicion. E dini, ato dhunimet dhe ato persekutimet e Bashar al-Assadit ndaj muslimanëve kanë qenë të tepruara, kanë qenë shumë të mëdha kundrejt muslimanëve. Andaj, në këtë tranzicion të muslimanëve të atij shteti, duhet edhe ne të bëjmë dua për atë vend dhe jo të ngritemi dhe t'i akuzojmë me pretekstin se ata nuk gjykojnë me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. O vëllezër të nderuar, o musliman, a thua vallë ata nuk kanë dëshirë që në çdo porë të jetës t'i kanë ligjet e Allahut subhanahu wa taala? Mos një vallë. Ne nuk jemi dakord që nëpërmjet revolucioneve të bëhen trazira të ndryshme. Ne prapa kësaj metodologjie akoma qëndrojmë. Mirë, po në momentin kur dikush prej muslimanëve e merr qeverinë dhe e konsolidon, mundohet me e konsolidu, ne e ndihmojmë në kontekstin atë sa kemi mundësi me duat tona dhe bëjmë dua që ata të forcohen me lejen e Allahut subhanahu wa taala dhe jo të ngritemi në revolucione prap dhe të shkaktojmë trazira me pretekstin se nuk gjykojnë me ligj të Allahut subhanahu wa taala apo disa nga ligjet nuk janë sipas ligjit të Allahut azza wa jall. Këshilloni vëllezër të nderuar. Dhe këshilla sipas haditheve të pejgamberit alayhis salam është që të kryhet fshehtas, sidomos statusin e pushtetarit. Tek statusi i pushtetarit duhet të këshillohen fshehtas për gjitha gabimet që mund t'i bëjnë. Jenë me një qeveri që është tranzitore dhe normalisht mund të kenë gabime. Apo, por se duhet të këshillohen dhe jo t'ja fusim zjarin ati populli subhanallah. A nuk ju mjaftoi 15 vjet, 12-13 vjet që u shkatruan, që u dhunuan, që u persekutuan. Dhe ky dreq Esad Allahu subhanahu wa taala deshti dhe e largoi. Andaj bëni dua që Allahu t'i forcoj ata atje, që t'jetë një gur themel i një shteti të fuqishëm të muslimanëve. Dhe bëni dua që shtetet e muslimanëve të forcohen dhe t'jenë me një akide dhe me një menhej të shëndosh. I shohim, jemi koshient rreth gabimeve në shtetet e muslimanëve, rreth pushtetarëve që bëjnë gabime, po që bëjnë edhe kufriate, por se nuk është metoda e dur, sepse po i shoh në rrjetet sociale duke i bë tekfir edhe presidentin e Siris, edhe presidentët e ndryshëm, vetëm pse në disa pika nuk përputhen me ju, me mendimet tuaja. Lërini në këtë gjëra më. Lërini dhe kthejuni tasfiyes dhe tërbijes. Kthejuni Davidit në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Kthejuni Davidit që ai millet, ai popull të forcohet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. A e shihni sa sulme janë duke u bërë? A e shihni që nga brenda po mundohen në shtetet e muslimanëve të shkaktojnë trazira? Nuk po i arsyetojmë. Mos të keq kuptohet se neve po i arsyetojmë shtetet e muslimanëve apo pushtetarët e muslimanëve. Jo asesi. Çështja është si me i rregullu, si me i korrigju dhe me i rregullu. Dhe kjo metode juaja nuk është metode rregullimit. Kjo metode është metode trazirave. Kjo sjell gjakderdhje në mesin e muslimanëve. Dhe ky është menhej
që nuk është menhegji drejt. Menhegji drejt është menhegji Muhammedit a.s. dhe sahabeve që ka bërë davet, e ka forcu shtetin, pastaj nëse ka pas mundësi, e ka bërë gjihadin në rrugt të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është menhegji drejt. Dhe jo me grupe, dhe jo me shantazhe të ndryshme, që muslimanët të bëjnë një shkak për shtetet e muslimanëve që të ketë gjakderdhe mesën e muslimanëve. Shikoni në Siri, shikoni tani edhe në Turqi me protestat të ndryshme, po mundohen, a nuk ishit koshjent, a nuk menduat se çfarë u bë me pranverën arabe. Sa njeri vdiq, sa motra muslimane u dhunua. Dhe çfarë? Fundi çfarë ishte? Nga një ligj me një ligj tjetër. Për atë arsye, ndalni gjuhët tuaja. Ndalni atë metodën e trazirave dhe shkatrimit dhe vrasjes së muslimanëve. Por se bëjni davet në rrugt të Allahut, vetëdijsoni popullin dhe ndryshimi do të vijë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yushfir lafta.